Përshëndetje, sot nga lënda shkatë sipërjet kemi mësuar se si të ndezim një dritë nga limon. Këtu kam përdorur 6 limon, 6 gozhda dhe 6 monedha 5 cetëshe. Për ta përquar energjinë elektrike kam përdorur disa tela që e përgjojnë rrymën elektrike. Tani do të shikojmë sa do të punoj kjo veprimtari. Do t'i lidhim të gjithë këto bashkë. Dhe duhet të kemi parasysh që duhet të lidhen monedha me gozhdën dhe gozhda me monedhën. Nuk munden të lidhen monedha me monedhën ose gozhda me gozhdën, sepse ky aktivitet nuk do të funksiononte ashtu. Siç po e shohim, këtu drita është ndezur, por për shkak